Jemi në prag të nisjes së sezonit veror dhe në qytetin e Vlorës ka shumë ende për të përmirësuar. Kështu mendojnë qytetarët Lonjat në intervistat për Blu Televizion. Sipas tyre, ajo çfarë duhet përmirësuar vazhdon të jetë pastërtia dhe mungesa me ujë të pishëm, ku në këtë drejtim sipas tyre nuk janë ende në standardet e kërkuara. Qytetarët e Vlorës e vendosin theksin veçanërisht edhe tek infrastruktura, ku rrugët e Vlorës sipas tyre janë të amortizuara e duhet me patjetër të asfaltohen. Qytetarët mendojnë gjithashtu se duhet të ketë një rritje të pagave dhe pensioneve, që ndikojnë drejt për drejt në rritjen e mirëqenies ekonomike, por edhe në hapjen e vendeve të reja të punës, kryesisht në fabrika apo uzina. Një tjetër problem madhor sipas tyre është edhe shërbimi i transportit urban. Vlora ka për të përmirësuar fillimisht strukturën. Vënie në rregull të këtyre biznesmenëve, që se njeri qojnë çmimet njeri, i qojnë se për të vështirë të ulin. Një, pastërtia. Dy, sigurimi i ujit dhe i dritave, sepse ka dhe në tilla gjëra, po kryesore është pastërtia. Sepse ka po të shikosh tani që të bësh një xhiro deri në fund të rapi, shikon që disa kazane i kanë jo vetëm që janë mbushur, po janë edhe jashtë mbeturinat. Pastërtia kryesore. Pse vjen kjo? Është neglizhenca. Neglizhenca një, edhe e dyta. Ato firma që i kanë nuk i vënë në punë njerëzit. Por njerëzit janë vetëm për të marrë rrogën dhe jo për të bërë punën. Gjithmonë. Gjithmonë ujë pishëm një, edhe kanalizimet që bllokohen në bën dy. Janë dy probleme. Edhe ujë pishëm edhe kanalizimet të Vlorës. Këto duhet të bërë që neve në radhë të parë duhet të bëhemi një qytet model. Sepse jemi në një vend shumë të mirë, jemi në një qytet shumë të mirë që na mungon vetëm që të punojmë. Mos punojmë shumë, po edhe sikur të punojmë mesatarisht, ne arrijmë që të bëhemi një qytet model. Po në gjitha, që nga ujrat, rrugët, ujë dere në det, ne në qezë mas kemi. Jo vetëm gjatë sezonit, po ky është një problem. Po është i përhershëm. Është i përhershëm. Si do të E të tjera janë gjitha të gjëra, kështu që kur ben shumë, kur bet stiv, gjëja nuk ndreqen, duhet të filluar nga fillimi, një nga një të rregullohet, nuk ndreqen. Gjitha, të gjitha. Njeriu do të gjitha, do të haj, do të vishet, do të marrë ilaçe, do të gjitha, do të qethet, do të gjitha. Ulëritse të gjitha gjërat. Po spitali, sipër. Të vesh spital atje janë për doktorat si lypsa, e kanë humbur fare pamjen e mjekut. Shikojnë nga dorët. Ka ndryshuar, çdo gjë ka ndryshuar, turist plot. Tash është problemi këtu që 2 milion shqiptarë, 10 milion turist, që shku nga bet. Pse po s'u ndalua kjo, ike e popullit jashtë, shqiptarë jashtë. Pse ikën populli? Pse ikën populli? Pasurinë nën toksore mbi toksorit ka Shqipëria, pozicion gjeografik ka Shqipëria. Po këto fabrika, uzina që ishin këto, në qoftë se nuk ishin moderne, të modifikosh të bëheshin. Po kjo për mua është një gjenocid i papar. Pse? Ikën të gjithë. Kur ti mbyll 550 fabrika, mbyll të gjitha, ushtrinë e tëra këto i jashtë, çfarë do bëj populli? Do iki. S'ka punë, ikën. E tash i para vazhdon kjo. Kjo vazhdon ikja. Mirë se kjo ka bërë rrugë e kështu, ka bërë shumë gjëra, por ama është një problem tjetër që duhet të rritet mirëqenia e popullit, duhet të rriten pension, duhet të rritet. Janë shumë gjëra që çalojnë. Kupton? Në lidhje po s'pati populli rrogën të mirë ose pensionisti pension të mirë të gjitha. Po nuk pati fabrika dhe uzina. Fabrika uzina është ajo që rrit mirëqenia e popullit. Çfarë do rrisin këta me këto që punon ai bariste, kamariere këto në përbare. Këtu vetëm ka ngel turizëm në Shqipëri. S'ka zi tjetër. Shikoj unë këtë euro, fillimi ishte 1, tash ka rënë fare, kupton? Nuk e di, po këtu po s'u bën fabrika dhe uzina. Nuk e çet para. Ora të tëra për tundi ka çat, të çat përmirësoj.
Pasërtia, mos funksionimi I rregullt me ujë të pishëm, transporti urban mes orareve dhe linjave të papërshtatshme në Vlorë janë disa prej problematikave më të evidentuara në Vlorë gjatë sezonit turistik veror, edhe sipas turistëve të huaj, të cilët kanë zgjedhur qytetin për të pushuar.